se pezullimi Ballukut, duke referuar Komisionit Venecias, është jo proporcional. Është një mashtrim fum e krye. Komisioni Venecias kërkon vetëm proporcionalitet në çdo gjë, por Edi Rama harron se proporcionaliteti është një nga parimet bazë dhe të Kushtetutës së Shqipërisë. Sepse është parim i Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut. Antidemokratike. Nuk ka asgjë më demokratike se funksionimi i shtetit ligjor. Nuk ka demokraci pa funksionimin e shtetit ligjor. Dhe ky është një mashtrim që ajo bën shqiptarëve. Një gjykat ka ngritur padi, ka marrë në hetim dhe më pas ka ngritur akuzë padi penale ndaj një ministri për një aferë në të cilën shqiptarët humbën 97 milion euro, por në dokumentat bazë 50 milion euro. Antidemokratike do t'ishte në rast se nuk do guxonin apo do injoronin këtë super skandal të Belinda Ballukut. Antikushtetuese në përmbajtje, në asnjënen, Komisioni i Venecias ka qartësuar se pezullimi nuk shkel, nuk cenon kushtetutshmërinë. Parimi i pezullimit. Pra, parimi i pezullimit. Them dhe njëherë, nuk gjen kur një fjalë të vetme që Venecia të kesh shqipruar për ministër. Jo. Por, pezullimi thot si akt, thot Venecia, nuk shkel, nuk cenon si i tillë kushtetutshmërinë. Nuk cenon kushtve. Pra, Edi Rama mashtron në mënyrë të pacip, të turpshme. Nuk ka asgjë antikushtetuese.